Dhe sa mund të jetë përmbyllja e kësaj faze të procesit? Kur mund të shqiptohet vendimi? Tash janë edhe 8 seanca ku prokuroria ka me i kry dëshmitarët e vet. Domethënë një pjesë e dëshmitarëve nuk kanë pranuar me dëshmu, janë dëshmitarë kryesisht që kanë edhe në shtetësi të huaj. Sepse në rast se janë shqiptarë ose gjona tilla janë të obliguar me uniformë, po duket që këta që kanë dy shtetësi ose janë prej shtetit evropian kanë hezituar me dëshmu dhe kjo ka ndikuar me ra numri dëshmitarëve. Edhe sa dëshmitar janë? Parafërsisht? Besoj edhe maksimum 10, edhe ata shkurt. Po domethënë se janë 8 seanca i bën që a mund të jetë se është për folur shembull fillim viti i ardhshëm që mund të jetë. Tash po duhet veç shkurt me sqaruar se çka pason. Domethënë tash mbrojtja me ato dion do ta bëjë një mocion për hudhjen e aktakuzës, duket se këtë fokusi është aty, sepse ata vlerësojnë që dëshmitarët e prokurorisë nuk kanë arritur me dëshmu domethënë dyshimin që ka pas prokuroria. Me atë sa kom po unë dyshoj që kjo ankesë ka me u aprovu, edhe janë të i trajtu listat se sa dëshmitarë se cilët dëshmitar munden me i thirr avokatët e krerëve të UÇK-s. Unë kam informacion për të paktën 1 ose 2 raste që nuk do të lëshohen shumë në dëshmitar le të themi thojza të zakonshëm. Pritet me pas figura të njohura diplomatike ndërkombëtare, siç është rasti i Wesley Clark për shembull, ose William Walker, për shembull që në rastin e Thashit kanë pas kontakte direkte me të si në kohën le të themi në fundin e luftës ashtu edhe mas luftës, që në një mënyrë me qenë si një provë shfaqësuese për të akuzumit, edhe unë besoj që nëse nuk ka ndaj vonesë të qëllimshme ose diçka e tillë fundi këtij viti, maksimum fillimi viti tjetër, unë besoj që e bën vendimin në shkollën e parë. Në shkollën e parë, më pastaj? Më pas, domethënë, varësisht cila palë është e pakënaqur, vazhdon me ankesa në gjykatën e apelit, por jam i bindur që deri në fund këtij viti mundet me u përmbyll si proces. Po. Në mbylljet e këtij përshë që pjesa më e madhe komente janë nga shikuesit mbështetëse edhe në këtë drejtim natyrisht s'kemi se si ta bëjmë atë komunikimin, pyetjet